Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 4 prill 2025. Dashi. Një ditë e ndërlikuar nga pasiguria, një mbrëmje që duhet të mbahet larg nga keqkuptimet e vogla. Një dashuri mund të jetë e largët në këtë moment, një ndjenjë e distancës psikologjike ose reale. Demi. Nuk është një situatë e vështirë, por është e qartë se prej disa muajsh ju jeni nënshtruar sprovave të vazhdueshme personale, familjare dhe fizike. Kohët e fundit keni shpenzuar shumë para për gjëra pa rëndësishme. Binjakët. Ditë pak e qetë, përpiquni të mos përpiqeni shumë dhe bëni vetëm atë që mundeni. Ju edhe mund të keni dy interesa njëkohësisht. Gaforja. Për ata që kërkojnë, punë të vogla do të vinë, asgjë e jashtëzakonshme, por më mirë se asgjë. Një ndryshim që prek shtëpinë, ata që mund dhe duan të kenë fëmijë do të kenë një kohë më të mirë. Luani. Situatë e mire, një telefonat e rëndësishme që vjen. Lajmi mirë për ata që kanë mbyllur një histori. Virgjëresha. Ju po kërkoni zgjidhje në punë, gjithçka që lind tani duhet të favorizohet, është e rëndësishme të sqaroni një pyetje veçanërisht nëse ka mosmarrëveshje mbi trashëgimin, amanete ose mosmarrëveshje midis partnerëve. Peshorja. Zgjidhje ditë më paqësore se sa në të kaluarën. Në dashuri jeni të favorizuar, dilni përpara nëse ju pëlqen një njeri dhe jeni më aktiv. Akrepi. Ditë e këndshme me një surprizë të këndshme. Idetë tuaja janë të mira. Shigjetari. Gjatë kësaj dite mund të lidhen marrëveshje të mira për ata që kanë biznesin e tyre. Dikush do të përpiqet të afrohet me ju, nëse është e mundur, kërkoni një marrëveshje, ju mbeteni një njeri bujar, mund t'i falni edhe ata që ju kanë lënduar. Britsjapi. Ju mund të ndërmerrni projekte të gjitha llojeve, sot përpiquni të mos bëni shumë, lodhja mund të marrë përsipër. Ju jetoni më mirë kur i lini gjërat t'ju rrëshqasin. Ujori. Sot është më mirë të shmangni polemikat. Mos hezitoni të sqaroni një situatë familjare, thirrje pune, është koha për sqarime. Peshqit. Mundohuni të mos lodheni shumë, zgjoheni mjaft intolerant. Në dashuri mos e merrni si të mirëqen atë që mendoni, kontrolloni. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.